ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë korren e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Në atë rrjedhë të madhe njerëzish ka shumë për të mësuar dhe epizodi është ky. Nëna e një shokut tim, ai është pak më i ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Edhe i biri më tregon që ishte alarmuar kur i kishin thënë që ka shkuar mamaja në protestë. Shumë i alarmuar edhe pyet më i thot, po ti çfarë bëre ti në protestë? Çfarë shkon ti në protestë? Dhe më i tregon atë që është, besoj unë, duke parë edhe episode tjera që ne po i mbledhim, thelbin e zëmërimit të shumë njerëzve me administratën shtetërore. Për një arsye apo për një tjetër, nuk e kam mirë parasysh tani të natyrës shëndetësore, asaj duhet të shkojë në mënyrë periodike në poliklinik. Dhe duke qenë se si ajo ka dhe të tjerë që e din praktikën që ndjek mjeku që duhet kujdeset për ta, njerëzit shkojnë atje që në orën 5, që në orën 6 mëngjesit. Pse? Sepse presin që mjeku të vijë dhe shpresojnë që duke qenë përpara në radhë të kenë mundësinë që ai t'i shofi, sepse mjeku e para nuk vjen në orar, vjen gjithmonë 1 orë, 2 orë më mbrapa. Pra ata njerëz presin nga ora 5-6 e mëngjesit deri në ora 9-10 të moshuar. E dyta, mjeku nuk rri deri në fund orarit, po mbasi trajton 3-4 prej tyre, ikën. Dhe kjo grua në moshë, një gjyshe, del në protest sepse është e fyer. Dhe fyri është fjalë e lehtë në fakt, sepse fyrja është një herë. Ky është një poshtrim.